Zoti Berisha, kanë nisur në gjykatën e posaçme të dëshmojnë ish funksionar të kabinetit Berisha 1 në lidhje me dosjen Partizani. Sot është Gazmend Oketa, ndërsa në një seancë më parshme ka qenë Ylli Pango, i cili foli edhe për shndrimin e qeverisë Berisha 1, ku sipas tij në mbledhjet e para ishte dhënë direktiva që të përshpejtoheshin proceset e privatizimit. Si e komentoni ju dëshminë e Ylli Pangos? E komentoj si një të vërtetë absolute. Kam patur një program elektoral, zonjë, në të cilin ju kam premtuar shqiptarëve privatizim, privatizim, privatizim. Dhe ajo ka qenë mbajtje e fjalës, nuk ndaja fjalen nga vepra. Kisha premtuar privatizimin e objekteve të privatizueshme dhe kam proceduar me shpejtësinë më të madhe. Ju duhet ta dini, të jap një shifër, jo në 2005-2007, por në 1994, qeveria e Partisë Demokratike ka privatizuar në një vit, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, 104.000 objekte dhe sipërmarrje të vogla e të mesme. Pra, privatizimi është një parim themelor i asaj partie, i atij spektri politik që unë i përkas. E përshëndes dëshminë e zotit Pango, i cili ka mbrojtur aty programin e qeverisë në cilën ka bërë pjesë. Dhe, me qenë se ti flet këtu, me qenë se pyet për këte, tani të pyes edhe unë pak. Si të duket ty? S'është këtu. Akuzohet tjetri se ka marrë 410 metër katror tokë të gjyshes dhe gjyshit të vetë, ndër të cilë dhe të pushkatur nga regjimi, me të gjithë dokumentat, dhe që faktohet se ato kanë qenë edhe në 37-ën pronë e tyre. Dhe nuk akuzohet këta që zhduken qeveritarët 130 milion euro në djegësin e Tiranës. A nuk janë këta prokuror, avokatër mjeran të qeverisë më të korruptuar në Europë dhe në botë? Për sa i përket zotit Oketa, e përshles dhe e ftoj të thot gjithçka din rreth atij problemi. Kaq. Ajo është procedura më transparente, më ligjore, në cilën armiqt e Sali Berishës nuk kanë gjetur dot asnjë shkelje ligjore.